Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Si është Radio Stari? Mirëmëngjes, Beni, mirëmëngjes. Si është Radio Stari? Ty edhe gjithë. Mirëmëngjes e ty edhe gjithë dëgjuesve tuaj atje dhe teleshikues. Gnaçia veçantë fakt, nuk kemi lidhur ndonjëherë drejt për drejt bashkë. Një ditë do të lidhemi nga studio. Nga studio Radio Stari. Me shumë të shihet. Do të ishte interesante kjo. Tregom si shkojnë punët, si është radio, si është Gjilani. Mirë shumë është Beni. Pra dje kishte një moment jo dhe i mirë për neve si qytet, por si Ana Moral. Rreth orës 15 u raportua dalën nga shtëpia të djeqarit Talpi dhe lajmi më njëherë shumë gjallë një reagim të madh publik, ku qytetarë të shumë jo vetëm nga Gjilani, por kem pas edhe nga Feriza i Prishtina dhe vendbanime tjera që mobilizuan të vinë në Gjilan dhe për ta bërë këtë aksion për gjetjen e të djeqarit. Edhe ky solidaritet i jashtëzakonshëm tregoi edhe një herë forcën edhe zemërgjërsinë e shoqërisë tonë që më në fund rezultoi me gjetjen e tij. Mirë, a mund ndajmë, e di që ke qenë që nga fillimi pjesë e aksionit edhe pjesë e përcjelljes së aksionit edhe gjithçka tjetër, a mund ndajmë detaje si u besh, ku kërkua, sa gjatë, sa larg nga shtëpia është gjetur, janë detaje të cilat realisht ajo që ne kemi informacionet në fakt nga familjarët të zgjetur 2 shtëpi më lart tek një familjar i tij, një shtëpi e pabanuar siç thuhet. Aty ndoshta nuk i ka shkuar ndërmend dikujt, por kërkimet kanë qenë në për vende të ndryshme sepse ka qenë një sensibilizim shumë i opinionit edhe qoftë e mediave lokale që kanë bërë thirrje vazhdimisht çdo cep i Gjilanit pra të kontrollohet, kështu që nuk ka munguar vullneti i qytetarëve të cilët menjëherë ju kanë përgjigjur thirrjes dhe interesante ka qenë se sa shpejt janë mobilizuar gjilanasit dhe vendet përreth Gjilanit, fshatrat të cilët kanë kërkuar cep më cep pra Alpin. Nuk pati vend kështu në Gjilan që nuk u kërkua, ishte shumë interesante. Edhe ishin shumë motivues ato pamjet që vinin nga qytetarë të organizuar edhe rrugëve gjithandej, ishte shumë. Ndoshta dje secili e ka ndjer obligim edhe është ndir në vend familjes së Alpit, pra ata cilët unë thash dhe më herët në një status që e publikova asnjëherë, nuk ka munguar zemërgjërsia dhe mobilizimi i njerëzve në Gjilan e Mëgjer, që dje ka qenë jashtëzakonisht i madh mobilizimi i qytetarëve. Dhe kam përcjellur natyrisht si çdo qytetar dhe unë bilo edhe shkruesha me ty, se ishte shumë emocionues vetë postimi edhe na preku të gjithëve, në fakt na bëri të gjithëve që të paktën me lutjet tona të jemi me